10 tetor. Donald Trump nuk merr çmimin Nobel. Ja kishim thënë që të marrë çmimin Nobel për vitin 2025, duhet të ishe nominuar brenda 31 janarit këtij viti. Ai kishte vetëm 10 ditë president. Fakti që një gruaje, femër, kryetare të opozitës në Venezuelë ju dha çmimin Nobel, duket qartë se çfarë kriterësh zgjedhin komiteti në Norvegji. Është kthyer Adamsi në New York, natyrisht me shumë valigje, prallat se do të jetë i pari Rama me Adamsin për të filluar një linjë direkte Tiranë-New York, mund t'i besoj vetëm Spiro Pali dhe Valla. Unë personalisht kam udhëtuar direkt në vitin 1993. Fatall Shtylla kishte nisur Arbria Airlines. Zgjatim më duket 6 muaj. Në vitet 2000 ishte një shqiptar tjetër, Hila, i cili mori me qira një avion dhe filloi linjën direkte, por avioni ulej në Bruksel për të furnizuar. A mund të bëhet përsëri? Pse jo? Por Shqipëria nuk ka linjë ajrore të saj si kanë vendet e tjera. E dini ju që ka dhe Somalia, e që vjen këtu çdo ditë. Kaosi i zgjedhjeve në Tiranë tregon që situata atje kërkon revolt, kërkon përplasje, kërkon që opozita të organizohet të përfitojë nga platforma e djathtë e Trump dhe Rubios. Më shumë sot në fokus.